punën, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me ndryshimet të mëdha që kanë bëjnë tani për tani, dhe kjo do të thotë që është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me çështjet e bisedimeve, sepse lidhet shumë lidhje bisedime dhe jo vetëm kaq, por një moment që keni tani, një moment mjaft e mirë, do të thotë ndryshime, sepse data 28 ku Mërkuri nga Luani që formon një trekëndësh me Saturnin në dash, duke nxituar të menduarit, logjikën dhe disa gjëra të tjera. Kjo do të thotë diskutime serioze, kryesisht në nivel profesional, dhe angazhimet që ndodhin dhe ndikimet që kanë të bëjnë tani e tutje, është një mundësi mjaft e mirë dhe do të keni tendencë të mendoni dhe të arrini atë ku dëshironi, sepse ndikojnë pozitivisht shenjat e zjarrit, që janë dashi, Luani, shqiptari, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Edhe gjithashtu ka të bëjnë me Mërkurin që formon një trekëndësh me Neptunin, një kënd ndihmës, kjo ndodh në orën 11:45 deri në orën 14:10, kur është një mundësi shumë e mirë ku do t'ju japi mundësinë juve nga ndikimet të mëdha që do të thotë lidhjet me probleme që keni pasur dhe keni pasur të pasgjidhura, dhe vjen një moment tani për të zgjidhur gjëra siç doni juve, sepse është koha më e mirë e mundshme, është momenti i duhur në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshime dhe jo vetëm. Megjithse juve keni të bëni me biseda të rëndësishme, por kjo do të thotë në lidhje me një takim që do të keni, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në ekonomi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës, në lidhje me ndryshime të mëdha që keni tani e tutje, janë ndryshime shumë pozitive në fushën e karrierës.